Angazhimi në marrëdhënie seksuale bëhet në pozicione të ndryshme, edhe njihen me termin si pozicione seksuale. Fillimisht në historinë e seksualitetit, këto pozicione janë përshkruar në një libër indian që quhet Kama Sutra. Në fakt Kama Sutra e bën këngë për dashurinë. Është interesant që populli indian në atë kohë ka mujt me mendue edhe me krijuar një libër aq domethënës në cilin i ka shpjeguar deri në detaje se cilin pozicion të mundshëm të angazhimit marrëdhënie seksuale. Falat i libri plot 33 e kanë nis jetën seksuale duke u bazuar në to. Në pozicione seksuale janë të ndryshme. Pozicioni kryesor seksual që përdoret gjithanë në botë është pozicioni misionar, ku vajza ose gruaja është e shtritë dhe mashkulli vendoset mbi to, quhet pozicion misionar. Pse ka me pozicion misionar është shumë e rëndësishme për shikues me ditë që misionarët kanë qenë anglez ose pjesëtar tjerë që kanë shkuar në Australi. Edhe kur kanë zbritur në Australi atje, australianët kishin pas si shprehi me bo seks veç nga mbrapa. Kur kanë mri misionarët e kanë pas që kanë konsumuar marrëdhënie seksουale në këtë pozitën që tash quhet misionare dhe ata e kanë emërtuar si pozitë misionare se misionar po bëj ka edhe fytyrë me bo seks jo veç nga mbrapa. Po them është pozita më e shpeshtë që preferohet, ka shumë përfitime pse bëhet kjo. Mas pari kontakti i dy partnerëve është shumë edhe i afërt edhe është i drejt për drejt. E shohin njëri tjetrin në sy. Pozicioni i misionares ose pozicioni i marrëdhënies seksuale në misionare është pozitë kur mashkulli e ka krit pamjen e një gruaje ose një vajze përpara. Përveç që penetron, e sheh boll fytyrën, mundet me angazhu në puthje, i sheh gjinjt dhe angazhohet maksimalisht për me marrë sa më shumë impulse në këtë pozitë. Njëjtë është edhe për partneren që është shtrit. Edhe ajo e ka mundësi me pa përpara një figurë të një djali apo një burri që e pëlqen, e ka mundësi me e ofru sa të don, e ka mundësi me e shty momente të caktuara dhe e ka mundësi me e kontrollue edhe thellësinë e penetrimit. Në pozitën misionare, vajzat dhe gratë kanë mundësi me e kontrollue mjaftueshëm sa dojnë me e lejue penetrimin e penisit në vaginë. Pozita tjera që janë të përshtatshme dhe përdoren gjithanej, pastaj janë variacione të ndryshme, po që janë unike. Secili person e ka një pozicion të vetin unik në cilin performon më mirë. Pastaj, kur bëhen dy bashk, dy partner dhe e krijojnë një qift, ai qift e krijon në mënyrë të vetë unike të bëmit seks. Është e pamundur me i thonë një individi që duhesh me konsumu marrëdhënie seksuale në pozitë njëjtë secilin herë ose me secilin partner. Ata që kanë disa partner tregojnë që me asnjërin nga ata nuk konsumojnë marrëdhënie në pozicionin e njëjtë, sepse duhet me u përshtat një qift dy partner dhe veç ata dy e dinë cili është pozicioni më i mirë për tyne, cili pozicion ju përshtatet dhe cili pozicion ju bën kënaqësi më shumë. Ka vajza dhe gra për shembull që në pozicionin misionar me bë marrëdhënie seksuale një orë nuk arrin orgazm. Duhet me ndrua atë pozicion, ndoshta me pozicionin ulur ose pozicionin nga mbrapa, po them pozicionin që i mundson penetrim më të mirë, fërkim më të mirë për me mujt me mri orgazm. Sikurse që ka të tjerë persona, për shembull, edhe nga gjinia e mashkullore, djemë dhe burra, që e kanë të pamundur me mri me e përfunduar një marrëdhënie seksuale në pozicionin misionar. Gjithashtu këta dojnë me ndrua, duhet me ndrua për me mujt me e përjetu orgazmin dhe me mujt me ejakulu. A është mirë me i kombinu, është mirë. Sa ma shumë variacione, sa ma shumë eksperimente që bëhen gjatë një marrëdhënie seksuale, mundësia e marrjes kënaqësive seksuale shumë më e madhe. Eksperimentimi është edhe i lejushëm edhe është i preferuar, por asnjëherë nuk duhet me eksperimentue atë shumë sa me pru veten situatë që me lëndu veten ose partnerin. Dhe asnjëherë nuk duhet me eksperimentue pa e pas një pëlqim, që të dy partnerët me konë të gatshëm për me eksperimentue një pozicion të caktuar. Dhe nëse gjatë këtij eksperimentimi njëri prej partnerëve sheh që është pozicion që nuk i përshtatet, partneri tjetër duhet me e kuptu dhe mos me insistue
që me e kry marrëdhënien seksuale në atë pozicion që partneri tjetër e ka të papërshtatshme. Nëse bëhet fjalë për popullatën që jetojmë në Kosovë, kryesisht për shqiptarë, se klientë na janë shqiptar, pozicionet seksuale janë të larmishme. Jem pjesë e rrugëllit toksor dhe rrjedhimisht edhe pozicionet janë të ndryshme. Është një mendim i gabuar në popullat që shumica e shqiptarëve bojnë seks në pozicionin misionar. Po nga përvoja që ka me pacient dhe me ata që vinë për këshillime, eksperimentimi është shumë i përhapur dhe jo domosdoshmërisht marrëdhëniet seksuale kryen në pozitet misionare. Ka lloj-llojshmëri, ka preferenca të ndryshme, ka tendenca për me eksperimentue, po ai fillimi kur thon fillimi është hera e parë, së dytë e tretë, zakonisht kryhet në pozicionin misionar.